2 dekada jeta e Fadil Regjajt është e lidhur në këtë aparat shërbimi shëndetësor të hemodializës. Përgjatë kësaj kohe, ai vë në pas se shërbimet në Spitalin e Përgjithshëm Daud Mustafa në Prizren kanë ndryshuar për mirë. Me sala, me shtrete, me taborina, me gjitha, këtë janë të shume. A ke nevojë me blejnë e ilaç nëse? Jo. Nuk ka nevojë, jo. Këtu kemi gjitha në japin. Repartet e këtij spitali pranojnë e përcjellin pacient nga i gjithë vendi. Hatigje dhe Zaim Krasniqi vijnë nga Malisheva. Zaimi ka 18 vjet dhe Hatigja 3 vjet që ndihmojnë në funksionimin normal të veshkave përmes aparaturave të dializës. Të shumë mirë po më këshyrit. S'ka ma mirë ma. E ndjen veten më të fort, më mirë? Jo dhe ma leksh që tashte shumë, që tash kote fundit ma leksh. Mjek të kemë në nësë këtu, vinë me njëherës. Ilaçe blem na do shka i kemë kështu atë këtu që janë, shka i përket dializi bojnë mirë. Ta është mira, për para ta është akoma problem. Që nga viti 2003-2004, reparti hemodializës u shërben edhe 15 pacientëve nga veriu i Shqipërisë. A ju duhet ndonjë dokument shtesë ndryshe nga pacientët e Kosovës? Jo, s'ka nevojë. Domethënë veç lajmërohet që është banori i Kukësit, e që hapim historinë edhe vazhdon si pacientët të tjerë të Prizrenit edhe të Republikës së Kosovës. Domethënë nuk ka kurrë dallimi. Zona të ndryshme të Shqipërisë janë pjesë e shërbimeve në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit. Thuajse me shumë kompetencë, me thonë që Spitali i Prizrenit e mbulon thuajse sidomos rajonin edhe qarkun e Kukësit e mbulon mas madhe. Ti po edhe shifrat e vitit kaluar, janë dikon 800 hospitalizime që kemi pas, mesatare dikon 2 pacienta ditor. Pastaj kemi pas dikon rreth 3500 vizita ambulantore specialistike. Kemi pas rreth 1000 vizita tjera në reparte në emergjencën e spitalit. Post Spitalit të Prizrenit, shërbime shëndetësore për pacientët nga Shqipëria ofron edhe Spitali Gjakovës dhe Pejës.